Rinumërimi i votave preferenciale të listës së kandidatëve për deputet të koalicionit Partia Demokratike Aleancë për Shqipërinë Madhështore në 42 kuti të votimit në qarkun Tibër nuk solli ndryshim të renditjes së kandidatëve për deputet. Administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u angazhua në rinumërim pas vendimarrjes së Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve si pasojë e kërkesës së kandidatit opozitar Xhemal Gjungshi, i cili pretendoi se ishin tjetërsuar votat gjatë numërimit. Nga rinumërimi rezultoi se kishte tjetërsim të votave, por jo për të përmbysur rezultatin brenda të njëjtës listë. Procesi tregoi se në numërimin fillestar ishin hequr 17 vota Xhemal Gjungshit, ndërkohë që për parim Spahiut ishin numëruar 49 vota më tepër. Por rinumërimi nuk ndryshoi renditjen, pasi në procesin fillestar të vlerësimit të votës preferenciale nga grupet e numërimit të votave, Spahiu kishte fituar 120 vota më tepër se Gjungshi. Hapja e kutive të Tibrës si paraprin procesit i gjatë të rinumërimit të gjitha kutive të qarqeve Tiranë-Fier, si dhe të 275 kutive të qarku Durrës, procesi i cili do të nisë në fillim të javës ardhshme.